Nderuar koleg, ministër, duhet ta them që në kryeterës e para që jam kundër këtij projektligji dhe e dyta jam shumë i zgënjur. Realisht. Veçanërisht kur hyt edhe në argument ekonomik. Imagjinoni një zonë si puna e Divjakës, të themi, edhe balancës midis të ardhurave nga turizmi dhe të ardhurave nga gjuetia. Të lutem, ta them unë deri në fund dhe pastaj ju keni argumentat tuaja. Po them balancës midis të ardhurave nga turizmi dhe të ardhurave nga gjuetia. Janë shumë më të mëdha ato nga turizmi. E përmenda Divjakën sepse ju keni vënë një kusht që zonat e gjuetisë duhet të jenë 200 metra larg nga zonat e mbrojtura. E dini sa janë 200 metra apo jo? Dhe si do mbrojnë këto, me tela me gjëmba? Kjo është e para. Pra argumenti ekonomik nuk qëndron. Bie kollaj dhe po të largohemi nga Divjaka, një zonë me potencial të lartë mjedisor, faune, tegër e tjerë me radhë, unë besoj që thret më shumë turist se sa gjuetia. Krijon më shumë të ardhura se sa gjuetia. Tani, dëgjova këtu me shumë vëmendje zotin Sinaj. Ashtu si dëgjova dhe kolegët e tjerë. Dy gjëra kam unë. Unë e di që gjatë kohës diktaturës gjithë populli ishte ushtar. Po unë mendoj që nuk duhet ta ushqejmë kaq vite pas, 35 vite pas, që gjithë bëhemi gjahtar nga ushtar. Dhe në krahun tjetër, e vërtetë është gjuetia ka qenë traditë e lashtë, po ka ndryshuar shumë në kohë. Në qoftë se në lashtësi gjuhej për ushqim, tani ushqimi blihet në dyqan. Nuk shkon të vritet me pushk për të ngrënë. Natyra e projektligjit më lejoni ta them që është makabër. Dhe do doja që të lexoja ca definicione që të lëm pa më. Realisht. Dhe të vënë dyshim, ore, kush është kafsha këtu? Realisht, kush është kafsha këtu? Dhe po bëj lexim, nuk po bëj asgjë më shumë se sa lexim. Dhe fillojmë për kufizime, gjueti, veprimtaria e specializuar, e shfrytëzimit të faunës e egër, që ka të bëjë me ndjekjen, me kapjen, me vrasjen, e kafshëve të shpendë dhe objekt gjuetie me metodat e përcaktuara në këtë ligj. Vazhdojmë. Gjuetia e qëndrueshme, se kemi dhe gjueti që duhet të shtrihet, e tjetër qëndrueshme në kohë. Përdorimi i llojeve të kafshëve, objekt gjuetie dhe i habitateve të tyre në një mënyrë dhe sasi të tillë që të mos shkaktoj pasoja të dëmshme afatgjata ndaj biodiversitetit dhe të mos pengoj ripërtëritjen e tij. Si? Qysh? Kështu me pushk? Si bëhen këto? Vazhdojmë. Kurth. Se ky është termi më i ëmbël. Dëgjoni pak, dëgjoni. Kurth nënkupton një mjet me qëllim mbajtjen ose kapjen e kafshëve përmes kapseve, të cilat mbyllen fort mbi një ose disa gjymtyr, duke parandaluar që këto gjymtyr të shkëputen nga kurthi. Imagjinoni, vjeni veten në këtë pikë. T'ju kapi kurthi në mënyrë të tillë që mos lejohet që gjymtyrët të shkëputen nga kurthi. E kuptoni se çai bën një kafshë kjo? Dhe kush është kafsha këtu një? Kush është kafsha pastaj? Imagjinoni tani një shpend që e kap në këtë mënyrë. Dhe kush është kafsha? Dhe këtu pastaj ka dhe përgjegjës. I pari është menaxhuesi i zonës së gjuetisë, personi fizik ose juridik, term modern shumë, edhe fizik, edhe juridik, që menaxhon zonën e gjuetisë sipas parashikimeve të dispozitave të ligjit. Ministria përgjegjëse për gjuetin. Dhe ministri që drejton ministrin përgjegjëse për gjuetin. Unë e di për mjedisin, po për gjuetin tani ministër përgjegjës për gjuetin, termi rënd shumë. Vazhdon produkte gjuetie. Dëgjoni pak të produkteve të gjuetisë. Objekte gjuetie të përftuara, jo do t'i harxoj 10 minuta. Dakor. Vazhdoni. Se ne jemi nga Korça, ka që egër nuk kemi dëgjuar ndonjëherë. Dakor, pra. Produkte të gjuetisë, objekte gjuetie të përftuara me anë të veprimtarisë së gjuetisë, të kapura gjallë, vullnet, të therrura, të rrjepura vullnet. Dhe pjesët e tyre si mishe nën produktet e tij përfshirë trofet e gjuetisë. Vazhdojmë.
sezoni i gjuetisë, trofe të gjuetisë, pjesë të objekteve të gjuetisë së përpunuara, të fituara me anë të gjuetisë, të cilat shfrytëzohen për qëllime shkencore. Qëllime shkencore, vullnet. Estetike. Po si mund t'jetë gjuetia estetike? Mund ma shpjegosh, vullnet, gjuetia estetike. Produkte estetike nga gjuetia. Ore një shpend i qëlluar, i vrarë, në gjak, si mund t'jetë estetike, mo? Si mund t'jetë estetike? Dhe vazhdon, ka akoma, kulturore. Po kulturore, si mund t'jetë? Si mund t'jetë kulturore? Edhe studimore, në fund fare. Vazhdon zonë gjuetie, dhe po shkoj ke një dy përkufizime që të lëm pa mënd. Janë këto, zona të mos përfshi vendbanime dhe qendra ekonomike, bëhet fjalë për zonën e gjuetisë, dhe qendra ekonomike, tregtare, arsimore, sportive dhe fetare, dhe të ndodhet jo më pak se 300 metra larg prej tyre. Po mirë, apo të ketë një gjuetar që s'ka një shan. E kuptoni se çfarë bën 300 metra larg nga shkolla apo jo? Ore, më fal, 300 metra larg prej tyre, thot më. Po prit, po qifte, po kur del me automatik si t'ja bëjnë. Po kam parë unë në dy vjak me automatik në dorë. Si ka kap njëri me thonë drejtën. Zonat e gjuetisë, në kufi me zonat e mbrojtura, që ndodhen një më pak se 200 metra larg tyre. Ajo që ju thash pak më herët. Po 200 metra. Si? Nuk ka asnjë gjë. Okej, qartë. Nuk ka asnjë gjë. Se dua t'ju lexoj edhe një të fundit që ishte për kufizim shumë interesant. Gjuetari është personi fizik që plotëson kriteret e mëposhme, tjetë shtetas shqiptar apo shtetas i huaj, në përputhje me paraqikimet e shkronjës D. Nenit 40, të ketë mbushur moshën 25 vjeç. Mirë, 25 vjeç me armëdor. 25 vjeç me armëdor. Po edhe një herë. Ju thash pak më herët që unë e di që kemi trashëguar nga para viteve 90 që gjithë populli duhet ishte ushtar. Nga Kalamaj ju jepnim një pushk druri dhe pastaj deri ke më të rriturit që i pajisnin me tank. Po problemi është që kanë kaluar 35 vjet. Tani këta 25 vjeçarët, biles edhe më të rinj se sa kaq, i keni në për këto poligonet e Tiranës duke bërë qitje, e duke u përgatitur për të vrarë atje në rrugë. Tani nga poligonet, po ju japim një çifte dorë që të stërviten me shënjestra të gjalla, jo me letra, po me shënjestra të gjalla. Dhe shënjestrat e gjalla, çfarë janë? Janë kafshët. 25 vjeç. Studimi më i fundit, publikuar në gjithë media botërore, thoshte që adoleshenti shkon deri në moshën 32 vjeç. Adoleshenti. Duke ndarë fazat e jetës përtej viteve, përtej 80 vjeçve. Po adoleshenti shkon deri në 32 vjeç. Tani mendoni një adoleshenti i jep një çifte në dorë që të dali të bëjë gjuhë e tij lart e poshtë për Shqipëri. Ky është problem shumë i madh, mendoj unë. Për ta përmbyllur, e para mbi gjitha argumenti ekonomik edhe një herë tjetër nuk qëndron. Dhe bie sepse unë nuk mendoj që të ardhurat që vinë nga gjuetia te kalojnë të ardhurat nga turizmi, veçanërisht turizmi mjedisor. Ai që lidhet me shpendët, që lidhet me kafshët, e kështu me radhë. E dyta që është akoma më rëndësishme, bashkit mbani larg nga kjo histori. Nuk mund të merren bashkit edhe përcaktojnë zonën, edhe plane menaxhimit, edhe të bëjnë testimin, edhe të japin licencat, edhe të kontrollojnë. Është konflikti i pastër interesi dhe bashkit nxirrin jashtë nga kjo histori. E treta që është shumë e rëndësishme, kjo mosha 25 vjeç nuk vlen më, nuk vlen. Nuk mund të bësh gjuetar një 25 vjeç, një 26 vjeç. Sepse e ke kontingjent krimi nesër e pas nesër atje më tanë. Dhe e fundit gjë që ka vetëm një rast kur mund të ndodh gjuetia. Është në Nenin
5.3 në cilin thuhet përjashtimisht gjuetia e individëve të llojeve të ndaluara mund të bëhet vetëm në rast a. E shtimit intensiv dhe të pakontrolluara të popullatës së një lloji, e shfaqjes smundjeve infektive zoonotike në llojet e faunës egër, e gjuetisë për qëllime kërkimore shkencore, e shkaktimit të dëmtimeve të vazhdueshme nga individët e një lloji dhe kur kafsha e egër përbën rrezik të menjëhershëm dhe të paevitueshëm për jetën dhe ose shëndetin e njerëzve. Për kaq mund të ketë gjueti, po jo për qef. Po e përsëris edhe një herë. Duke lexuar ligjin, është e vështirë të kuptoj se kush është kafsha në këtë rast. Faleminderit.